Për dekada të tëra, Shtetet e Bashkuara ishin shtylla kryesore e rendit liberal botror. Ato vendosën rregullat, krijuan institucionet dhe garantuan sigurinë, mbi të cilën u ngrit pjesa më e madhe e mirëqenies globale. Por sot është pikërisht Amerika ajo që ka vendosur të tërhiqet nga ky rol historik. Ky është momenti kur rendi i pas luftës së dytë botërore nuk po sfidohet më vetëm nga Kina apo Rusia, por po shpërbëhet nga brenda, nga ata që dikur e ndërtuan. Administratat e fundit amerikane kanë zhvendosur fokusin nga multilateralizmi drejt interesit të zhveshur kombëtar, mbrojtja e tregtisë së lirë, fuqizimi i institucioneve ndërkombëtare apo respektimi i së drejtës ndërkombëtare nuk shihen më si prioritete strategjike, por si pengesa që dëmtojnë Amerikën. Sekretari i Shtetit e tha hapur, rendi ndërkombëtar liberal është bërë armë kundër nesh. Kjo gjë nuk është thjesht retorik. Ajo legjitimon tërheqjen amerikane nga sistemi i rregullave globale, duke u krijuar hapësirë aktorëve autoritar të modelojnë normat e reja sipas interesave të tyre. Kur SBA hiq dorë nga arkitektura që vetë ngriti, bota hyn në territor të pakontrolluar. Kina po ndërton rrjetin e saj ekonomik paralel, Rusia po krijon precedent ushtarak nga Ukraina në Afrikë, ndërsa perëndimi është më i fragmentuar se kurrë. Në këtë realitet, rregullat e përbashkëta nuk janë më garanci, janë opsione. Institucionet ndërkombëtare nuk janë më arbitër, janë peng i krizave gjeopolitike. Aleancat nuk janë më të pathyeshme, varen nga zgjedhjet, humoret dhe ciklet e brendshme politike. Për vende të vogla si Shqipëria, ky tranzicion është më i rrezikshëm se ç'duket. Ne jemi shtet që mbështetet tek ligji ndërkombëtar dhe garancitë kolektive, jo tek fuqia. Dobësimi i rendit liberal nënkupton konkurrencë më të ashpër në Ballkan, më shumë influencë nga aktorë autoritar dhe një klim ku prioritetet amerikane mund të zhvendosen drejt Azisë, duke e lënë rajonin ton me më pak vëmendje dhe më pak mbrojtje sistemike. Ky është momenti kur diplomacia shqiptare duhet të jetë më vigjilente se kurrë, të forcojë partneritetin me SBA-n, të thellojë integrimin në BE, por edhe të zhvillojë kapacitete autonome për të naviguar në një botë ku rregullat nuk janë më të garantuara. Rendi i vjetër po shembet, por tranzicioni drejt rendit të ri do të jetë i gjatë, i ashpër dhe i mbushur me pasiguri. Shqipëria nuk mund ta përballojë këtë epokë me automatizim, duhet strategji, qartësi dhe një politikë e jashtme që e lexon sakt këtë realitet të ri global.